duhet të jetë tashmë e vëmendshme, pasi këto tregues janë mjaft qartë që rreziku i përshkallëzimit dhe i dëmeve të pakthyeshme në një protestë të ardhshme janë evidente dhe janë aty tashmë. Duhet me patjetër të gjej burimin kush i ka rekrutuar, kush i ka futur. Shërbimi kombëtar informativ, agjencitë. Duhet patjetër, partnerë që janë. Kemi ne shërbim kombëtar? Kemi. Letër e kemi po? Jo, unë e di pse e bën pyetjen, po kemi. Si pse bën pyetje? Është pyetje retorike apo? Kemi, po pra, kemi. Po ku e kemi më? Ku e kemi më faj? Ka shërbime, japin informacione, kam përshtypjen që edhe përfundimi që është arrestimi i tyre ka patur bashkëpunim. Janë gjën e tillë ndërkohë. Okej, janë shoqëruar. Janë vendimin e jep gjykata, po duhet me kuptu diçka që mbledhja e provave në një situatë të tillë dhe provimi përpara gjykatës është shumë e vështirë në një kohë kaq shkurtër. Sepse ti duhet ta lidhësh provën me faktin, me personat ka qenë maskuar, aty dinamika është e madhe, situatat janë shumë të vështira për t'i bashkuar bashkë. Ata janë kuptuar që janë tuaj mbas janë arrestuar, ata janë arrestuar. Jo, nuk mund ta thëni, nuk i kanë thënë na e trego pasaportën, as që italian po të lirë. Ato janë ka bashkë me tjera. Kam përshtypjen që ka dhe informacione. Ka dhe informacione dhe kjo do t'ja lëm më vonë institucioneve për ta provuar këtë, por nuk di se si mund të justifikohet një forcë politike kur në radhë parë nuk i takon të bëj akte dhune, se është forcë politike dhe duhet të tregoj maturi, duhet të tregoj programe, duhet të tregoj kundërshtinë e saj nëpërmjet gjitha formave që i ka dhënë ligji, por jo nëpërmjet dhunës, nëpërmjet sulmeve ndaj forcave të policisë, ato punojës policie që ti ke marrë italian, arab dhe rumun për t'i goditur me molotov, ato janë vëllezërit tanë, ato janë motrat tona, ato janë njerëz të cilët nëse provohet, kuptohet. Nëse çdo ditë tani nëse provojnë, nëse janë kapër të maskuar, aty kanë qenë 500 qytetarë në protestë. Tani pse si morën të 500 ata apo pse s'morën 3 tjerë? Kanë marrë 3 cilët i kanë hetuar, i kanë ndjekur dhe i kanë gjurmuar gjatë gjithë kohës. Edhe më shumë edhe si kanë kapur? Po të them që ka ato policia ka një indicie që ka shkuar deri në atë pikë. Do një hetim dhe do dhe transparencë. Tek e mundit sepse është shumë shqetësuese për të gjithë ata të cilët, shiko, është e rrezikshme kjo. Shiko pse është e rrezikshme. Është e rrezikshme sepse jo vetëm për rendin kushtetues në Shqipëri, që nuk e dim kush hyn, kush del dhe çfarë bëjnë, dhe shqellim e kanë. Ata mund të jenë dhe një arsye fare banale, mund të jenë dhe turistë të cilët kanë ardhur, kanë ata adrenalinën ta provojnë mirë, vrulli futen atje, maskohen e tjera. Një minutë, ta fillojmë që nga kjo, një minutë. Komplekse po. Vetëm është e çuditshme që s'janë 3 italian, nuk janë 3 arab, nuk janë 3 si u bën bashkë, po bëjmë, le ta fillojmë këtu në rastin më kështu domethënë. Më të thjeshtë. Më të thjeshtë, le ta fillojmë te rasti më i thjeshtë. Zëm se janë 3 turistë që janë futur e tjera. Por ne pam që edhe në protestën e kaluar ishin 3 turistë që u identifikuan vetë ata që ishin brenda protestës, se Partisë Demokratike dhe tha ne jemi turistë, kemi ardhur këtu për protestorin shanin, ndoshta mund të jeni dhe gur sepse ju duket adrenalin. Mosha ishte relativisht e re, atyre që pashu të paktën në kronikën që dha televizioni e tjerë. Tani, deri këtu është momenti, le të themi, që trazohet kjo edhe me teknologjinë e re. Ata i marrin i hedhin aty dhe u tregojnë bashkëpunëtarëve të tyre. Janë grupe radikale që të bashkohen, po ka një kaos më. Jo, edhe në mënyrë ka një kaos më. Tani, ka një kaos. Aty do dalë. Çfarë di to me kaosin e doktorit? Aty do dalë, aty do vi. Se po të kishë protestuar për kampin e refugjatëve në Shënqin, ka sens gjë. Aty do vi pra. Tani, ne jemi në para faktit që kemi protestë politike. Ajo protesta që u bë në Torino, në Itali, dhe ajo kishte një sens. Po kemi parë protestat e antiglobalizme. Protestat e antiglobalizme. Kemi parë protestat e radikalistëve të ndryshëm, që i bashkon një ideologji e caktuar. Kemi parë protestat e anarshistëve e tjerë. E shkelin ligjin ata, po nemër një kaos. Partia Demokratike e Shqipërisë nuk ka aleanca të tilla sepse vetëm aleancë që ka me jashtë Partia Demokratike është Partitë Popullore Evropiane. Partitë Popullore Evropiane nuk kanë kontingjente paramilitare të gatshme për të marrë pjesë në protesta të dhunshme. Kundër se ato e kanë filozofinë e tyre që janë kundër. Kur Faiku thoshte, sapo tha që unë jam pro të gjitha protestave, unë me vete Faik zëri im i brendshëm tha, unë nuk jam pro të gjitha protestave. Sepse është në filozofinë time të së djathtës që ta minimizoj pjesëmarrjen zgjidhjen e çështjeve nëpërmjet protestës. Do të thënë si parti e djathtë. Filozofia e partive djathtë. Absolutisht. Mirë, për çdo njeri protestojmë, në parim në demokraci, në demokraci jemi dakord, është ashtu. Në parim, pastaj,
për atë që i përket pjesës së djathtë, qendrës së djathtë, partive konservatore, protestat nuk e di, mund të kemë bërë ndonjëherë, mund të ketë parti të djathta konservatore, që pavarësisht kauzave, që edhe problematikave që ka pasur vendi tyre, dalin në rrugë. Rrallë të kenë dalë në rrugë. Mos ta bëj se ajo është e parëndësishme. Vim tek çështja. Nëse Partia Demokratike është katandisur që duke qenë se nuk gjen dot mbështetës për të bërë akte të mundshme brenda dhe ka filluar të hedhë syt jashtë, ajo kërka një kosto të jashtëzakonshme, sepse askush nuk të vjen gratis. Askush nuk është falas. Do të japësh diçka, që të marrësh diçka. Çfarë ka premtuar Partia Demokratike? Thjesht pare për këta persona që kanë ardhur këtu, apo është pjesë në një loje ndërkombëtare, nëse vërtetohet gjithmonë, ne na lejohet të bëjmë hipoteza, dhe drejtësia do na i vërtetojë këto hipoteza që ndrojnë apo jo, që të jetë pjesë në një loje ndërkombëtare për destabilizim të vazhdueshëm, duke qenë se protestat këtu... Dhe këtu nuk duhet të jetë benzinë zjarri që ndes Beko. Vetëm ka një gjë. Nga informacionet që kam unë, një pjesë, jo e vogël, e strukturave vërtetuese të policisë, ju sa të kanë informacion. Ata janë kapur në befasi dhe nga lajmi që ne kemi thënë. Pra një pjesë e strukturave, po tash unë po ta them pra. Në privatisht, domethënë një pjesë e strukturave vërtetuese të policisë shtetit janë kapur në befasi nga lajmi. Pra nuk e kishin marrë vesh as lajmin që janë ndaluar 3 italianë të maskuar që po ushtronin dhunë ndaj forcave të policisë. Ti më thua ka informacione nga shërbimet sekrete, to doja të ishte kështu. Dhe ta mbyll, jemi në një kontekst geopolitik. O kam frikën e këtij skenari që thot Beko. Jemi në një kontekst geopolitik që Shqipëria ka një farë lidhje me konfliktin në rajon. Jo vetëm. Në kur flasë në rajon e kam fjalën me Iranin. Sepse ti në Shqipëri ke një komunitet të rëndësishëm politik, opozant, me ata të cilët vazhdojnë ende të jenë në pushtet në Iran. Dhe në nuk e dim nëse, prandaj jemi të alarmuar. Kemi edhe pozicionin e shtetit ndaj konfliktit Iran-Izrael. Edhe këtë s'mund ta ndashkalojmë. Dhe njëri për tyre kuptohet çfarë është, pra është arab. Pra dhe temi kjo e komplikon shumë situatën. Prandaj ne jemi të shqetësuar. E para dhe dyta, kundërshtarët politikë të zotit Berisha, a ndjen të sigurt ata kur Berisha rekruton kontingente të tilla kriminale? Jo. Dhe vim në kontekstin tjetër që Sali Berisha ditë e fundit është bërë jashtëzakonisht shumë agresiv ndaj kujt? Ndaj mediave që japin hapësirë kundërshtarëve të tij politik të brendshëm sidomos. Bile nuk ka problem as media që i bin qeverisë. Po pikërisht, nga mediat e tij, mediat janë sepse nuk e pranon dot që sfidën, nuk e pranon dot që dikush dalë. Dhe mbyllim tani dhe vim në fushën e Klementinit, besoj do ta vazhdoj. Është kjo. Ne kemi të bëjmë ta mbyll. Ne kemi të bëjmë këtu me një lider tipikisht autokrat. Plotësojnë 3 nga